një test tani. Më thuj gjithë emrat tani. Për secilin. Veri, Talushtari, Darif Hazize, Agim Cani, Fatos Beqiri, Agron Lila, Kastret Begaj, Enjel Aliko, Gzim Deda, Themi Lupo, Gjerdin Qelmeta, Lazar Prifti, Halil Gjidiku, Aqif Ademi, Ilir Bejo, Selim Dervishi, Petrit Zanaj, Gjero Kastitit harroa emrin. Po? Ore këtë dalë 10 në ju? Pashkreqi, Piro Ngjela, Astrit Alia, Skënder Dëmollari, piloti, i thash të gjithë. Unë, kur vë një polifoto, do të ftuar i them, më thuj emrat. Tu, ai në mes aty është Perlat Bina, që se përmenda. Piloti. Ky është pilot, Skënder Dëmollari pilot. Skënderi ka ullë avionin me një rrotë. I dha në urdhë, te në herojt e vërtet. I dha në urdhë... Si, kush është Skënderi? Ai i shtrirë? Ky është veri i shtrirë. Ky i shtrirë? Jo, ai piloti, kush është? Piloti është midis ati Astrit Alia ka qenë... Jo, si jonët apo midis ti, apo ai atje? Ai atje do më... Po, dhe çfarë bëri pilot ai? Ai mbaroi shkollën e Bej dhe studioi për pilot. Është rregull, edhe ne jemi testuar, por një defekt vogël po të kishte për shkak të problem në një vesh. Po, se ka problem nuk mor. Se kishte për të bërë pilot. Po, kush nuk kishte për të. Dhe ai tani u bë pilot. U bë pilot. Dhe çfarë ndodhi? I piti Fizamonikës, po, një talentuar nga Korça, i dha në urdhër kur ishte në avion, i dha në urdhër. Në cilin vit? Ka qenë viti 82-83 kështu. Po dhe si ishte në ajër ai? Ishte në ajër dhe nuk i punonte do të ulesh, nuk i punonte një rrotë e avionit. Po. Avioni ulet me 3 rrota. Po. Po me 2 nuk ulesh dot. Po. Kupton? Ne kam takuar atë. Dhe çfarë bëri? Ai e uli avionin me 2 rrota që është rasti rrallë në historinë e aviacionit botror. E uli, i thash po pse Skënder? Avioni ishte shtëpia ime, si mund ta djeg shtëpinë time tha. E kam takuar se unë komunikoj. Edhe si e ka emrin? Skënder Demollari. Skënder Demollari na ndjek ai neve tani. Ndjek, ai është ti duhet vish ta rrëfesh të historinë e uljes avionit tu në shiko. Dritare këtu në Dekalog. Ai është njëri i mrekullueshëm, është artist i bie Fizamonikës. Unë komunikoj me të. Unë kam një gjë që komunikoj me gjithë shokët e mi. Është në Amerikë. Me gjithë? Në përgjithësi komunikoj. Ku i kam adresat? Tjetër në një personazh tjetër që ka një histori të bukur në këta, që është bëri famshëm, Xheladini? Gjeradini ka qenë gazetar, Po, ai në qendër. Po, edhe ky veri ka qenë marrë me poezi, me të tjerë. Në përgjithësi janë djem talentuar, janë njerëz të mirë. Çfarë viti kanë qenë këtu? Atë që i ke aty sipër, afër mes që është Petrit Zanaj. Nuk i di emrin, ai që ka vënë dorën kështu. Bravo. Po. Ai ka qenë pragun e zhinisë për nga dituria. Them diçka unë tash ty. Çka ka bërë ai? Ta them unë, ai ka qenë një arkiv, ai ishte një nxënës i jashtëzakonshëm, një mendje e ndritur ka qenë. Tash është në Amerikë. Amerikë, ë? Tani edhe këtë se më ngacova, tani nga gjithë këtu, sa jetojnë në Shqipëri dhe sa jashtë? Këtu tash jetojnë gjithë jashtë. Gjithë pothuajse jashtë. Ua, ç'a thua më? Pothuajse jashtë, po se në Amerikë. Në Amerikë, në Itali. Ç'a viti jeni këtu, vit 3, vit 4? Këtu ka qenë viti, jo, bën foton e fundit, ka qenë 74. Vit 4? 74 do mund. Okej, foto tjetër. Do dashin, Agroni. Ky është qyteti i Bulqizës. Këtu ke lidhur ti. Tani na tregoj kur i tregoj gjermanëve për shembull, i tregoj historinë e qytetit të Bulqizës, thon ti po na trego tregimet e Turgenjevit, Çehovit ose këto. Sa nuk është e vërtetë. Shiko, qytet me 6000 banor, domethënë që kishte mjek, doktor, kishin studiuar në Çeki, kishin studiuar në Rusi, ishte një qytet multinacional në kuptimin e edukimit. Domethënë aty unë që kam mësuar 6 vjet shahun, kam qenë shumë i mirë shah, luaj me të inxhinierët, domethënë duke i parë. Kishte kinema simpatike kur ne shkonim, kishte një bibliotekë, kishte një ngrohtësi, bukën kur vjen në shkollë venim në një tavolinë. Tani kam përshtypjen që është një çik nostalgjik kjo tani, se tani thua që ishte kaq i mirë, kaq kot pse rrëzuam atë regjim. Unë jam gjatë. Jo, nuk jam unë, nuk jam për të. Unë jam për këtë. Unë jam, domethënë Nietzsche unë e kam lexuar në Gjermani. E kam lexuar dhe e kam domethënë autorin më të dashur. Jo të them unë, Nietzsche thot historia është fakt. Unë përpiqem kur tregoj fakte. Unë nuk interpretoj ose kam diçka që unë citoj. Se nuk jam historian, unë citoj që kam lexuar, edhe kam lexuar. Tani, Bulqiza është ky qytet që u fali njerëzve dashuri, u fali njerëzve një lloj bashkëtese. Bashkëtesa i dashur Roland. Nuk është fjalë e lirë elementi më i shkallë. E dikush është elementi më i lartë i një shoqërie njerëzore, kohezioni shpirtëror. Është elementi më i lartë, kohezioni shpirtëror. Aty kishim një kohezion, mezi prisim vitin në shkollë, mezi prisim takoshim një tjetrin, meshim ato drujt e
fuqiave i bëshim ski, s'kishim ski neve, po i bënim. Po ku e bënin skinë atje lart? Ne skit i bënim në kraun tjetër. Cili mal është ky? Ky është Maja e Lepurit, këto janë malet e Allamanit. Kupton? Dhe mos harro që malet e Allamanit do të thotë që këtu kanë Gjermania, Alemania. Pas të sulmoshin Romën e Lashët dhe jo më kohë Shqipëri ka familje Valteri, ka familje Kurti. Janë Gjermanë të shqiptarizuar. E matit, ë? Po janë kudo. Buqiza pse sot Buqiza është e varfër? Shiko, pse është e varfër? Çdo gjë ka një piknisje. Domethënë, Shqipëria e do të e varfër, por me një pasuri, me kronë. $20 milion, Buqiza matë Shqipërinë atë kohë. Po. $20 milion, ë? Prodhonte në atë kohë, domethënë që me vlerët e tani ishte $1.2 miliard, 300% sa është inflacioni. Po si ka mundësi që të ketë pasuri me 3 lekë pije i kafe? Të ketë pasuri nëntokësore kaq të madhe, kaq të rëndësishme dhe është i varfër? Ta them unë. Ngjo. Roma e Lashët di pse është shkatruar? Roma e Lashët është shkatruar sepse thot Jean Zikler, një autor i madh. Nga morali? Jo, morali, them unë. Thot tekstualisht, arriti një kohë që në Romën e Lashët darka një senatori ish baras me rrogën mujore të një poçarët. Në moment në Romën e Lashët u kriju një diferencë midis pasurisë dhe varfërisë. Kupton? Edhe kjo tendencë për ne është sot kjo ditë. Këtu kërkojnë njerëzit për shembull të marrin miliarda, në kohë kur njerëzit për shembull kanë mbijetesë ditën. Dhe kjo diferencë e madhe, domethënë ka bërë që Buqiza sot për shembull të masakrohet vit, se s'ka mundësi. Domethënë këto janë para, kjo është minerali është pronë e gjithë popullit. Thotë është prona ime, ç'është prona jote? Kjo është pronë e gjithë popullit, mineralet janë pronë e gjithë popullit. Nuk mund të vesh ti thupra e gardhe që kjo është prona ime. Një shtet i fortë, serioz, vendos piketa në këtë gjë. Dhe Buqiza për shembull, mirë, ti ke Selenicin i ka shur rrugën e Romës. Ne kemi 43 lloj mineralesh. Gjermania nuk ka asnjë mineral, ka vetëm mendjen e ndritur. Asnjë mineral nuk ka Gjermania. Na harrofshin mineralet, na harrofshin 43 lloj mineralesh. E kuptonin Bakrion domthon ne çekën na kthyen sa urrela makinën sepse Bakrion kishte gati 30% flori. Ar. Më mirë kanë fjalën që problemi është kjo, domthon ne kemi harruar bashkëtesën, e kemi harruar që kjo botë ka vend për gjithë, thash atë ditë unë. Nuk do bëhemi gjithë ministra, nuk do bëhemi gjithë drejtorë, gjithë artistë, edhe unë kam qenë portier shumë i mirë, po Perlati shumë i mirë se unë. Foto tjetër. Kështu që ai u bë portier kombëtar, unë vazhdova futboll kështu. E ke bërë, domethënë një gjë të ndaluar, ja ke lejuar vetes. Ky është Piero Ngjela, jeton në Greqi, ky është Agron Lila, jeton këtu është nga Pezaki. Po cigare ishin ndaluar atë si cigare. Ka qenë ne për banjot e shkollës në Bej ishin të. Po fshehës, pije cigare. Po është tendencë e njeriu. Po ja ndalove diçka njeriu do ta bëj. Tani e pi cigare? Jo se pi, kam 9 vjet. 9 vjet. E di pse e lash? Pse e le? Po isha në erdhën këto në 2015 edhe shqiptarët u hapu sezam, u hap gjithçka, erdhën shqiptarët Brazil gjithë. Edhe më jep një cigare njëri, më jep një cigare tjetër, 2-3 paketa ndisën, nuk më thoya dot jo. Tash po unë, tash do punoj për këta tash. Edhe vendosa s'ka bile, ku i thash që nuk kam cigare, më kontrollonin. Se unë isha punoj si shteti dhe shqiptar më kontrollonin, se tash je shqiptar, gimi jo thosh ata. Bile domthon kur ndodhte ngjarja, kur ndoshin shqiptarë se kanë natyrën për të zënë, policia gjermane thotë si thritin agimin, edhe kanë të respekt, po vjen ndaj agimit thoshin ato, dhe nuk zishin. Foto tjetër. Tani, e vendosa këtë foto, sepse ti me kitar, dhe nuk e puzuar me kitar, po ti pëlluar me kitar, se kur shoh një foto kështu në njëri kështu me kitarën, e mban kitarën kështu si me qenë një shkop, nëse aty ka qenë vetëm momenti që ti si e mban dhe pozicioni si e mban, duket domethënë. Nota është aty la minor, La minor. Po, tani ku je këtu? Ky është Jo, ku je ti këtu? Këtu jemi në Dërmi. Në Dërmi. Në teatrin e shkollës bashkume unë. Kam qenë aktor. Në teatrin, ëh? Dhe bëni plazh. Kam qenë pas ke shijuar? Kam shijuar, po. Pas ke shijuar. Unë nuk jam ato. Tashi e di çfarë bukur këtu në këtë foto? Ky është profesor doktor Bernard Zotaj. E njeh. Po tjetër. Ky këtu, Bernard Zotaj. Kjo është ka pas një fatkeqësi unë ka dashur tani më një vajzë, domethënë kjo është ka qenë nga vajzat më të bukura, por më të mira që kemi pasur ne. Ku në shkollë? Në shkollë bashkëpunë. Ishte studente? Studente shkollë bashkëpunë. Studente për oficer? Ky jam unë, këtu është Valentina Drimaj, edhe kjo ne studente shkollës bashkëpunë, po
Unë theve sot sa e dite, ishte 20 vjeç, na dukesh neve nga mendimi, nga qëndrimi që mbante për ne, që ishte 50 vjeç, njëri pjeku, një femër jashtëzakonshme. Tani, pyetja ime Walter Hoxha është ky. Walter Hoxha. Pyetja ime është, nga e kishe ti këtë talent, se ti luaj me kitarë, në atë kohë para një herë edhe nuk ishte dha që lehtë kishe kitarë një herë. Shiko, edhe e banalizoj njerëzit. Të lutem, unë e paraqisin atë kohë që kur ka qenë, po jo më ti zotëri, sepse ky sistem që kemi pas ne ka pas gjysmë e botës. Unë kam miq rus, kam miq bullgar. Është ignorancë, unë takoj bullgar, nuk e din se kush është Gjergj Dimitrovi. Ja kanë prish shtëpinë Gjergj Dimitrovi, ja kanë prish muzeumin. Kam punëtor bullgar. Domthon, nuk është ajo që thuhet, kemi luajt kitare, kemi kënduar, kemi bërë festa. Tokë e paraqisin sikur Nga e kishe ti këtë talent? Talenti tani, ta thash unë është ai libri Katekizmi, parashikon njeriu nga Jo, më thuj këtu, jo ato që më the para emisionit. Po jo, Më thuj këtu. shiko, unë them që ka qenë, kush i ka qenë i talentuar nga fisi jonë? Po kush? Babi, Gjyshja ime, për shembull, gjyshja ime për shembull, nëna e nënës këndonte kishte një zë si bilbil, si Pa, pra në e thuj këtë, Soprano. gjyshja jote. po, soprano ishte. Doon gjyshja jote Po, këndonte. edhe kur na bërtiste neve, na fliste, duke sigur këndonte. Sikur këndonte. Po. Ti luaj në kitar, Po. dhe vasa jote pastaj u bë ajo që u bë, po pripa se geni nuk bëhet ujë. Jo, Geni nuk bëhet ujë, trashëgohet. Cila ishte kënga që ti kishe më shumë dëshirë për ta kënduar? Këngë Korçari i qaj. Se s'këndoj këngë nga Bulqiza ti po nga Po s'kishte këngë bullqita që ti merr. Cila ishte këngë Korçari që e luaje? Po, kishte për shembull se vajzat janë të bukura, këngë kështu. Ke pasur që vajzat të bukura, Po, shika, bukuria është, nëse njëri nuk e do të bukurën, atëherë është afër kafshës. ta dia do të kisha thënë merr dhe kitarën, më luaj në një pjesë këtu. Do ta bëjmë herë tjetër. Okej, Mos është- po tjetër. Shumë e bukur. Këtu jemi momentet e fundit të ndarjes, Halit Xhediku nga Peshqopia, Petrin Dereu nga Ti Kavaja. kishe, do të thënë bëre një vit stazh gimi. Neve bëm stazhin edhe Po? u takuam, Ku e bën stazhin? ne kemi bërë një hidrocentralin drita e partisë në Fiers.